duket kjo protesta, mendon se do të ketë aq popull në rrugë që ka sa për ta bërë kryeministrin të reflektojë? Në fakt mendoj që kjo protestë është një nga protestat më të bukura që ne kemi parë për gjatë viteve të fundit, për faktin se ka një pjesëmarrje të jashtëzakonshme të rinisë, të qytetarëve të lirë, të qytetarëve që janë ose jo të përfshirë politikisht apo në parti politike, dhe ajo që ndodhi me Zvërnecin, që tërheqja zvarre një qytetari që protestonte nga policia private, heshtja e policisë së shtetit, ai gardi dhe ai rrethimi, protestat në rjoll u bën pikërisht shkëndija një reagimi mbar qytetar që tashmë nuk është më fokusi vetëm tek Zvërneci, edhe pse patjetër po protestohet për Zvërnecin, për luginën e Nartës, por fokusi kryesor është pakënaqësia popullore, zhgënjimi i popullit, zhgënjimi i masës, zhgënjimi i qytetarëve ndaj një klase politike e cila nuk i ka qeverisur, nuk ka krijuar politika për ta, nuk ka menduar për ta, dhe sot ata po e shprehin gjithë zhgënjimin dhe irritimin e tyre pikërisht duke kërkuar dorëheqjen e kryeministit Rama. Duhet të kemi parasysh që përtej kërkesave që janë patjetër shumë legjitime dhe shumë të drejta për mbrojtjen e lagunës së Nartës, anullimin e projektit apo shfrytëzimin e ligjit për paketën e maleve, për investimeve strategjike, një nga thirrjet kryesore në këtë protestë është dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, dorëheqja e kësaj qeverie, sepse ajo çfarë po ndodh në rrugët e Tiranës, në kryeqytet, por edhe në disa qytete të Shqipërisë ku tashmë ka filluar të ketë një nisje të protestave, ashtu siç po ndodh edhe në Tiranë, ka thirrje kryesore ndaj pikërisht Partisë Socialiste, qeverisjes, kryeministrit Rama, duke shprehur zhgënjimin e gjithë viteve dhe mbas të gjithat mungesën e reagimit, se ne her pas here kemi thënë që për fat keq nuk ka pasur një sensibilizim qytetar të madh në kauza të rëndësishme apo në ato çfarë ka ndodhur, qoftë me rastet korruptive të politikanëve që ne kemi ndjekur her pas here, qoftë me shëndetësinë, qoftë me mungesën e ilaçeve, qoftë me mënyrën se si janë trajtuar të rinj, qytetarët, pensionistët, dhe nuk kemi parë her pas herë një ndërgjegjësim të madh për të protestuar apo për të qenë prezent në rrugë apo për të kërkuar të drejtat e tyre, por duket tashmë se kjo val zemrimi, kjo val zhgënjimi, kjo pakënaqësi është mbledhur e gjitha në këtë reagim, në këtë formë proteste që sot ka ditën e 9 dhe duket se paktën ka pritshmëri për vazhdim. Cili do jetë rezultati, a do ketë rezultat, këtë nuk di ta them për arsye se ajo çfarë po kërkohet aty ka një pjesëmarrje të grupimeve të ndryshme, të qytetarëve të ndryshëm që përfaqësojnë një komunitet, një grupim, janë qytetarë të lirë, janë grupe rinore, janë aktivistë, ambientalistë, dhe ajo çfarë po kërkohet patjetër është dorëheqja e kryeministrit dhe siç e thash edhe mbrojtja e lagunës së Nartës dhe shfuqizimi i dy ligjeve, paketa e maleve, investime strategjike, por edhe ligji i zonave të mbrojtura që është ndryshuar në 2024. Shpresoj shumë patjetër që të sjellë rezultat, që ky zemrim i të rinjve dhe i këtij brezi të ri që është situar si një brez i cili nuk reagon, si një brez i cili është i fjetur, më në fund të jap rezultatet e veta dhe në një farë mënyrë të jap një mesazh shumë të fortë edhe politik, që pakënaqësia që kanë qytetarët e këtij vendi në fakt është vetëm në rritje, se nganjëherë kemi menduar që arsyeja pse nuk reagon apo mbase nuk ka pasur një reagim të menjëhershëm protesta apo në reagime qytetare, mbase njerëzit vërtet nuk janë të pakënaqur, por kjo protestë dhe ky reagim po tregon të kundërtën, që ajo çfarë ka ndodhur nga jugu në veri të vendit, në çdo kauz, në çdo institucion shtetëror, me lënien pasdore të qytetarëve, me lënien pasdore të shërbimeve minimaliste që atyre nuk u janë ofruar, më në fund kanë nxitur këtë reagim. Tani gjatë këtyre 9 ditëve kemi dëgjuar shumë teori konspirative për preardhjen edhe gjenezën e protestuesve, duke nisur nga ajo që Kryeministri e artikulon, pra armisht, le të themi elementët grek që kanë pushtuar një zëri këta qytetarë që dalin duke ushtuar nga dita në ditë në shesh, më pas e ndryshoi retorikën e tij duke thënë ka lidhje me iranianët. Tani ka dhe disa teori të tjera që qarkullojnë korridoreve politike, sikurse janë Velia i mund të jetë efekti i karmës së tij. Nuk e di a e ke dëgjuar këtë teori, dhe nga ana tjetër thuhet edhe një teori tjetër, sot madje e kam dëgjuar, që mbase vetë Rama po do të krijoj edhe një opozit nëpërmjet protestave, se mbase në thelb i konvenjon kjo gjëja.
kam dëgjuar teori të jashtëzakonshme. Në fakt që për i përfshirjes time në politikë, në këtë protesta ka marrë pjesë si qytetare dhe jo vetëm si një përfaqësuese politike, ka marrë pjesë si një qytetare e lirë e cila dhe thash më sipër është e cekur nga gjithë këto mungesë të shërbimeve që një shtet demokratik, një shtet funksional duhet t'i ofrojë dhe janë minimaliste, janë bazë. Por nga ana tjetër i kam dëgjuar që në fillim të kësaj proteste që ditën e parë të gjitha teoritë që jemi qytetarë që protestojnë, jemi në këtë rast dhe unë, apo a jemi serb, a jemi rus, a jemi iranian, a jemi të grekut, a jemi të paguar nga disa, apo jemi të futur nga disa të tjerë dhe këto teori pa tjetër që shpërndahen nga ata që nuk e duan protestën, këto teori shpërndahen nga ata që duan të minimizojnë protestën, këto teori shpërndahen nga ata që duan të zbejnë protestën dhe mesazhin kryesor të saj. Dhe ajo çfarë mund të them që kam parë edhe nga vetë Rama, është që po përpiqet të kanalizojë të gjithë këto që po ndodh në shesh, gjithë të pakënaqësi të popullit, po përpiqet ta kanalizojë vetëm tek flamingot, vetëm tek memet që ai ka filluar të postojë edhe vetë sot gjatë ditës së fundit, ta kanalizoj vetëm tek rasti i një investimi dhe duhet theksuar se asnjë nga ata që proteston në këtë shesh asun nuk është kundër investimit, askush nuk mund të jetë kundër investimit dhe zhvillimit të vendit. Çështja është se në emër të kujt po bëhen këto zhvillime dhe investime dhe si po bëhen, sepse po flasim për një projekt i cili doli në dritë vetëm pas protestave, po flasim për një projekt që ne nuk e dim akoma a ka projekt, po flasim për një projekt i cili është mohuar nga vetë qeveria, nga vetë përfaqësues Partisë Socialiste, nga vetë kryeministri që ka pasur leje, dhe tani dhe që në 2025 është dhënë leja zhvillimore për ndërtimin e një resorti turistik. Pra po flasim për një projekt dhe për një investim që ka pasur mungesë të plot transparence dhe qytetarët e këtij vendi e meritojnë të dinë se kush po investon, çfarë po ndos, ti po investon, askush nuk është kundër investimit. Ku ta marrim që Shqipëria të ketë investime të ardhura, të ketë ekonomi të zhvilluar, por nuk mund të bëhet kjo në atë formë që qytetarët të mos jenë të informuar, që të cënohen zonat e mbrojtura, që të përfitohet nga trulli publik dhe mbi të gjitha të fusin konflikte mes pronarëve, mes qytetarëve, sepse ligjet për cilat ne po flasim, se gjithë kjo buron edhe nga ligjet e ndërtuara keq, nga ligjet që janë miratuar keq, nga ligjet që janë propozuar keq. Dhe aktualisht për sa i përket rastit të Zvërnecit, të Mnartës, është ligji i zonave të mbrojtura i ndryshuar në 2024, por nga ana tjetër kemi ligjin e paketës së maleve, kemi ligjin e investimeve strategjike që janë dy ligje të cilat paketa e maleve akoma nuk i ka dhënë efektet, është miratuar vitin e kaluar, por parashikon të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm në konflikte që do lindin edhe mes fisëve, edhe mes familjarëve, sepse parashikon që tokën e përbashkët ta ndajë tek një person i vetëm, nëpërmjet disa procedurave që dikush nga familjarët e plotson dhe dikush tjetër jo, dhe do krijojë një situatë alarmante mes familjarëve, mes fisëve, mes qytetarëve, sepse konflikti i pronës në Shqipëri ka lindur vite dhe dekada më parë, ne akoma kemi pasojat e ligjit 7501 dhe nuk mund të hartojmë ligje të cilat e thellojnë dhe më keq situatën e konfliktit vepronën dhe tokën në Shqipëri. Kështu që i kam dëgjuar gjitha këto teori dhe mendoj që duke qenë se është një protestë shumë e larmishme, në protestë gjen, siç e thash pak më parë, aktivistë, përfaqësues, qytetarë të lirë, gjeneratën Z, të rinë 18-20 vjeçar, të rinë që nuk kanë protestuar kurrë më përpara, qytetarë që janë të papërfshirë politikisht apo qytetarë që janë të përfshirë politikisht, i shikon të gjitha këto dhe duke qenë e pamundur që të grupëzohet apo të ketë një ndikim, një drejtim, patjetër që do lindin të gjitha teoritë. Por mua është shumë e rëndësishme të kemi një reagim dhe shpresoj që një reagim qytetar, protestues, i të ketë edhe një rezultat. Por patjetër duhet të ecim edhe me forma të tjera, siç po ecim ne në këtë rast me referendumin, që është një nga format ligjore më të mundshme. Unë aktualisht jam tendën për ne mbledhin firmat me kolegët të cilët vazhdojnë procesin e mbledhjes së nënshkrimeve. Ka qenë vetëm java e parë, ne kemi nisur mbledhjen e 80.000 nënshkrimeve për të shfrytzuar paketën e maleve dhe investime strategjike përpara se të niste konflikti në Zvërnec dhe në Nartë. Pra do ta theksoj këtë që ditën që ne kemi nisur të shtunën e kaluar, kemi nisur pikërisht këtë proces pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe VENA pajisi me formularin tip. Dhe pikërisht atë ditë ka ndodhur situata që u bë shumë e njohur pastaj nëpërmjet pamjeve në rrjetet sociale, tërheqja zvarr, garde që u vendos në zonën e Nartës dhe Zvërnecit dhe
Arsyeja pse ne kemi kërkuar dhe kemi nisur këtë proces një muaj më parë, pra ne kemi vendosur që një muaj më përpara nisjen e këtij procesi, ka vonuar procedura ligjore nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sa i pajisur me second tip, pikërisht për të shmangur atë që ndodhi, atë vendosin e atij gardit, konfliktin dhe tërheqjen e zvarr të qytetarëve për tokën dhe pronën e tyre, të drejtën për të protestuar, të drejtën për të reaguar. Dhe kjo javë ka qenë një javë me interes të jashtëzakonshëm nga qytetarët kryesisht të Tiranës, kemi qenë dhe në Vlorë një ditë, do shtrihemi dhe në qytete të tjera, duhen 50.000 nënshkrime, sipas legjislatorit të kushtetutës me 50.000 nënshkrime për secilin ligj, pasi po ecin paralel, 50.000 nënshkrime për paketën e maleve dhe 50.000 nënshkrime për ligjin për investitorët strategjik. Me 50.000 nënshkrime ne kemi të drejtë të çojmë popullin në referendume, dhe pse ligji i referendumeve nuk është më i mirë i mundshëm ai që kemi aktualisht, por që duke marrë parasysh edhe situatën që ne kemi realizuar me 21.000 nënshkrime së nismë ligjore vitin e kaluar të drejtën e votës të diasporës shqiptare për herë të parë për të votuar në zgjedhjen në Shqipëri, besojmë që edhe këtë proces do arrijmë ta përfundojmë dhe ta çojmë përpara. Java e parë ka qenë intensive, ka pasur të jashtëzakonshëm, interes të jashtëzakonshëm, dhe është shumë e rëndësishme që kjo është vetëm java e parë dhe ka kaluar mbi 10.000 nënshkrime. Është një procedurë që vonon dhe e bëjmë zakonisht të ditur edhe për qytetarët që vinë, që mbase presin një numër më të lartë apo pyesin çka ka shkuar numri, sepse na është kërkuar që për çdo firmë që shkruhet në formular të kemi dhe fotokopje të kartës së identitetit të firmosur. Pra ne kemi dalë me printera në rrugë, pikërisht për ta çuar deri në fund të proces. Janë 2 formular që plotësohen, secilit emër i cili firmos i kërkohet njëti identifikimit i firmosur po nga ai dhe pra hap pa kohë si procedurë, dhe është e pamundur të bëhet me shpejt, nganjëherë radha bëhet shumë e madhe dhe përpiqemi t'ia dalim në mënyrë sa më të shpejtë dhe efikase për të mos kenë asnjë qytetar që ka interesin për të firmosur. Jemi të bindur që do realizohet shumë shpejt, sepse 10.000 firma janë bërë vetëm javën e parë, ne do shtrihemi dhe në rrethë dhe pastaj do vazhdojmë patjetër me procedurat, dhe besoj që çfarëdo që të ndodh me protestën, duke shpresuar që do ketë një reagim edhe një tërheqje të kryeministit Rama dhe një tërheqje të tij, por në çdo rast nga ana ligjore ne do të shkojmë deri në fund të referendumit për çuar për herë të parë qytetarë shqiptar në një referendum që pas vitit 98, pasi në vitin 98 është bërë referendumi i fundit për shqiptarët për ndryshimin e kushtetutës. Në fakt, Dona, duket sikur në mënyrë jo krejt të natyrshme, po do që e gjithë situata të kthehet si një bumerang për protestuesit, duke ju thënë shpesh fraza tipike që ju po pengoni një investim dhe me gjasa dhëndri i Donald Trump, Jared Kushner do të tërhiqet dhe do të investojnë në Greqi. Gjë që u konfirmua, të paktën nga çfarë u publikua nga një media greke, si gjasat janë që i të tërhequr nga investimi i Sazanit, paktën me çfarë shkruaj në shkrimin e medias greke, dhe të investoj në pranishujve grek. Të duket deri më tani unë i kam ndjekur këto lajme, i kam ndjekur propagandë në funksion të kësaj që po zhvillohet aktualisht pranë kryeministrisë, apo gjasat janë që kështu të ndodh, por edhe nëse ndodh, të paktën qeveria shqiptare duhet të zërmend që duhet të konsultuar më parë një projekt kaq i rëndësishëm me këtyre trajtave edhe me qytetarët. Nuk di të them nëse është e vërtetë, i kam lexuar, i kam dëgjuar. Për fat të keq jemi mësuar që në raste të tilla propaganda arrin të vijë më shpejt se sa fakti, dhe lojrat e propagandës, mjetet e komunikimit propagandës arrin të shkojnë tek publiku më shpejt se sa e vërteta, prandaj nuk di ta ndaj nëse është një lajm i vërtetë, do doja të prisja patjetër edhe reagimin zyrtar të vetë investuesve të projektit, por që mendoj që është edhe një formë propagande që vetë qeveria po e përdor, ndoshta edhe për të zbehur protestën dhe për të thënë protestuesve apo qytetarëve që janë alarguar një investim shumë të madh nga Shqipëria. Pavarësisht se nëse krahasojmë vetëm një ditë më parë vetë kryeministri Rama, por edhe zoti Balla, Tavlat Balla u shprehën se projekti dhe investimi në Sazan do vazhdoj, do jetë, pra nuk do ketë asnjë mënyrë tërheqje nga ky projekt. Ajo çfarë është kontradiktore janë pikërisht të deklarata, dhe është kontradiktore në mënyrën se si përpiqen qoftë të kapin protestën, qoftë të gjejnë arsye për të shmangur dhe për të ndaluar njerëzit të shkuar në protestë,
e theksova, asnjëri prej nesh nuk është kundër investimeve dhe është shumë e rëndësishme që Shqipëria të ketë investime dhe zhvillim ekonomik. Por patjetër një qeveri duhet marrë edhe një mesazh kur investimet që bën, mënyra se si harton ligjet, i bën në dëm të qytetarëve, në dëm të transparencës, në dëm të politikës së vendit, duke i lënë ata larg vendimarrjes. Dhe një kryeministër duhet mësot të dëgjojë, një kryeministër duhet mësot të veprojë dhe të hartojë ligje dhe politika në favor të qytetarëve dhe jo në dëm të kurrizit të qytetarëve. Kështu që është shumë e rëndësishme të kemi një investim patjetër, por ky investimi duhet kuptuar një herë ka leje, ishte leje si u bë transparenca, si kaloi trulli publik në duart e privatëve, si u po bëhet kjo shitja ndërkohë që akoma pronarët e vërtet që kanë qenë dhe janë të asaj hapësire publike, atij trulli që tashmë është bërë privat, si e kanë marrë, si ka kaluar prodhuesia tek ata, pra është një sistem i ndërtuar keq në Shqipëri. Virasin e pronës, si do investohet edhe këtu, më falë Dona, edhe këtu për ta bërë në trajtën e bisedës, edhe këtu shpesh ka pasur luajalitet nga kryeministri për të thënë më ka ardhur një projekt e kam hedhur poshtë, ndërkohë Bashkia e Vlorës, por edhe instancat e tjera përkatëse që miratojnë leje zhvillimore në zona të ndryshme kanë miratuar tani më një projekt për strukturë hoteliere në Kate. Pra, cila qëndron në fakt edhe një vendim i Këshillit Kombëtar, shumë saktë është përshtuar. Një vendim i Këshillit Kombëtar të Territorit e lexova sot në mëngjesin në janar të 2025, ishte miratuar leja për zhvillimin e një resorti turistik në Zvërnes në zonën e Pish-Poronar. Ndërkohë që vetë përfaqësuesit e qeverisë kanë mohuar që të ketë një leje. Nëse nuk ka pasur një leje atëherë është vendosur një gardë edhe në zonë private, ti nuk mund të vendosësh një gardë, një rrethim me gjenda dhe nuk mund të tërheqësh zvarr qytetarë edhe nëse është zonë private pa pasur një leje. Dhe nëse ka një leje, a ka një është bërë një vlerësim i mjedisit, nëse është bërë një vlerësim i mjedisit, a ka një projekt, pra këtë po them që gjithë zinxhiri në këtë projekt, në ndërtimin dhe afimin e këtij projekti është një zinxhir në mungesë transparencë të plotë, dhe gjë është bërë mediatike dhe është bërë tek publiku për shkak të reagimit të aktivistëve apo për shkak të videove në rrjetet sociale, sepse përndryshe ne nuk do ishim të informuar se çfarë po ndodh realisht në atë hapësirë dhe as në atë zonë. Por edhe kjo lloj forme me pikatore dhe kontradiktore herë pas herë në bazë të çfarë serviret. Megjithatë, do doja tu po dhe ti je vetë gazetare dhe aktiviste prej vitesh. Do doja të zbuloja faktin që ne si Media 60 përbërë nga një grup profesionistësh, gazetarët profesionistë, kemi mundur të sigurojmë master planet, pra projektet mbi të cilat pretendohet të zhvillohet Pish-Poronart. Dhe në fakt janë dy qytete më vete. Po të duash t'i zbuloj dhe emrat se si do të quhen. Patjetër, do i dëgjoja më shumë me sy, sepse kemi jetuar në Zvërnec, por edhe në pjesën e Darsesës së Re, ndryshe. Për shembull, këtë gjë me vërtet përfshihet brenda zonës Pish-Poronart dhe thënë kështu duket sikur është pjesë integrale e Zvërnecit, por jo, do ndërtohet edhe pas rrjedhës së Vjosës. Dhe kjo është edhe më shqetësuese në dy projekte të ndryshme me investitor shqiptar, Genesis përkatësisht dhe Apollonia e Re. Sa do duhet që kryeministri më në fund të dorëzohej, të reflektonte dhe të dilte në një konferencë që ta bënte publik të gjithë këtë master plan që gja ekzistoka? Ajo çfarë ka ndodhur me ligjin e zonave të mbrojtura, ndryshimi i ligjit të katërt dhe lejimi i ndërtimit në zonat e mbrojtura në varësi të klasifikimit të këtyre zonave, pra klasa A, B, dhe lejimi i ndërtimit të resorteve apo i ndërtimit të disa shtëpizave në këto resorte, patjetër që ka krijuar pastaj edhe këtë konfliktin ku jemi sot. Do të sillim kujtim që Bashkimi Evropian ka bërë disa rekomandime për sa i përket integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe një nga këto rekomandime është fuqizimi i këtij ligji, ndryshimi i ligjit për zonat e mbrojtura, pra ndryshimi që u bën në 2024 dhe rikthimi të ligjit më parshëm. Dhe është një nga rekomandimet për të hyrë në Bashkimin Evropian që kryeministri e ka me kaq motiv të madh për të na shitur si një punë të qeverisë së tij. Kështu që nëse ne duam vërtet të shkojmë në Europë, atë duhet të dëgjojmë edhe do të përfshirë Bashkimin Evropian, duhet të dëgjojmë edhe këto rekomandime që na vinë. Dhe ajo çfarë po më thua edhe ti tani e përforcon më shumë mungesën e transparencës dhe vendimarrjen absolute të një individi që është kryeministri ynë apo edhe një grupi me të cilin ai bashkëpunon edhe orkestron nga lart pa pasur në asnjë moment parasysh
të ardhmen e qytetarëve apo qoftë edhe mendimin e tyre. Komisioni Evropian për të disa herë ka dhënë alarmin se nëse këto faktorë, pra korrupsioni, pjesa e këtij ligji, nëse nuk bie për të riformuluar ashtu sikur se duhet, rrezikon integrimin në BE. Aq bën Ramës, sepse e theu një herë raportin me ndërkombëtarët, pra me Bashkimin Evropian, kur në një farë kuptimi, le të themi, nuk vendosi para përgjegjësisë, të paktën për hetimin që s'pak po ndërmerte ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, por dhe kësaj radhe, mu duket se ai është i vendosur, qoftë edhe për arsye inferioriteti ndaj familjes Trump, duhet thënë kjo, apo nuk e di për cilat rrethana dhe llogaritë të tij. Por apo e minon ai integrimin në BE, ato që ai shumë e ka artikuluar kartën me cilën erdhi në pushtet? Sigurisht kjo ka qenë fakt karta me cilën garoi në zgjedhjet e fundit të Zamos dhe cilën e përdori si një thithje votash të fushatës së tij. Unë mendoj që jemi në një fazë ku Edi Rama nuk intereson që është kryeministri i qeverisë së shqiptarëve. Dhe faktikisht as shqiptarët nuk po e shohin më si kryeministrin e tyre, dhe është duke marrë vendime dhe duke bërë hapa të cilat nuk i takojnë një përfaqësuesi të shtetit shqiptar, një kryeminist të shtetit shqiptar, është duke vendosur vetëm interesin personal në balë të gjës, duke e kthyer në një luftë personale dhe reagimin që ai ka për protestën dhe atë çfarë ju tha duke mos ndëshkuar korrupsionin, duke lënë luftën ndaj korrupsionit thjesht një vendim të thënë publikisht, por jo të realizuar formalisht, patjetër që po rrezikon jo vetëm integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por po rrezikon edhe të ardhmen e secilit prej nesh që jetojmë këtu, zhvillojmë jetën tonë këtu, përpiqemi të bëjmë më të mirën në këtë shtetin tonë dhe po na e bën më të vështirë qëndrimin, duke na detyruar në fund të ditës secilin prej nesh edhe të largohet. Pra, një shtet i cili nuk mendon dhe nuk vë të parin interesin qytetar, patjetër duke ndërtuar politike të mira, por duke mos e kthyer në një luftë dhe një ego personale të asaj çfarë ai mendon apo çfarë ai ka përballë, ai është i detyruar dhe duhet të jetë i detyruar të dëgjojë qytetarët e vendit të tij dhe aq më tepër të dëgjojë të rinj. Ai e nisi shkeljen e parimit të udhëheqjes së shtetit që në momentin që nuk e dorëzoi Belinda Ballukun përpara drejtësisë, që në momentin që e mbrojti, që në momentin që të gjithë ata përfaqësues të qeverisë së tij që u kapën në korrupsion, që sot janë në hetim nga SPAK, disa prej tyre janë në pranga, ai vazhdoi të mbronte dhe në asnjë moment nuk kemi parë një kryeministër i cili di të bëjë dallimin mes korrupsionit që po bëjnë pikërisht ata që qeverisin në emër të tij. Unë jam e bindur se secili për atyre qeveritarëve, për atyre përfaqësuesve politik, deputet apo ministra që ka bërë rishfet, që ka bërë korrupsion, që ka vjedhur parat tona, i ka bërë me bekimin e Edi Ramës. Dhe ai nuk mund të shtiret sikur çdo gjë është vetëm individuale, kur ti ke një sistem të ngritur në bazë të korrupsionit dhe në bazë të antivlerave. Prandaj shpresoj shumë që të marrë mesazhin e një grupi qytetarësh e një reagimi mbar popullor, dua ta quaj, pikërisht për rastet ku ka heshtur, për rastet ku ka mbrojtur dhe për sistemin korruptiv që ai me të vetët ka ngritur dhe nuk besoj që përgjigjja që po shohim tani nga populli thashë vetëm për Zvërnecën dhe për Flamingot, siç ai përpiqet ta mbajë, ta kanalizojë, por është pikërisht përgjigja nga gjitha rasteve që ai dhe qeveria socialiste kanë bërë në kurriz të qytetarit shqiptar. E dona të falenderoj, të uroj suksese në punën tuaj, uroj shumë që 50.000 firma të mblidhen shumë shpejt dhe të kemi një lajm pozitiv së paku për sa i përket investimeve strategjike. Gjë që duhet thënë, jugu i Shqipërisë po e vuan sot këtë ligj. Shumë vërtet dhe më besoj që me paketën e maleve nuk do e vuaj më vetëm Bregdeti dhe jugu, por do jetë ai konflikti që do nisë pastaj në male, në zonat ku shqiptarët me idenë e investimit apo me idenë shfrytëzimit të hapësirave të tyre për të kthyer qoftë edhe në forma biznesi do krijojë konflikte të jashtëzakonshme. Faleminderit për ftesën dhe ishte shumë kënaqësi.